Traseja e linjës hekurudhore Fiervlorë ka bllokuar komunikimin e disa familjeve me rrugën kryesore në fshatin Zhupan. Largësia mes banesave dhe linjës hekurudhore nuk shkon më shumë se 1 metër. Banorët për të kaluar nga shtëpitë e tyre në rrugën kryesore janë të detyruar të kalojnë mbi linjë hekurudhore duke rrezikuar jetën. Më të ekspozuar ndaj aksidenteve të mundshme hekurudhore janë familjet e Gramoz dhe Ramadan Braka, të cilat janë të izoluara. Sipas tyre, traseja e linjës hekurudhore nuk lejon komunikimin e automjeteve të banorëve, madje as edhe të autozjarfikësve dhe autoambulancave në rastet e emergjencave, ndërsa fëmijët kalojnë përmes hekurudhës për të shkuar dhe ardhur nga shkolla. Siguria e jetës së banorëve nuk është e rëndësishme për shtetin dhe autoritetet lokale. Krahasuar me përparësitë e linjës hekurudhore janë shprehur banorët për televizionin Apollon. Me probleme dhe me mangësi në zonën e banuar të Zhupanit, linja hekurudhore ku vazhdojnë të lëvizin trenat e transportit të mallrave disa herë në ditë janë kthyer në kërcënimin për jetën e familjeve të cilat u kalon vetëm 1 metër larg portës së murit rrethues, kanë theksuar banorët. Sipas tyre, përpara se të dalin nga shtëpitë, një pjesëtar i familjes del për të parë dhe për të paralajmëruar njëri tjetrin se nëse po kalon treni, me qëllim shmangjen e ndonjë aksidenti fatal. Një vjetër i Zhupanit, dem baba deni këtu. Hekurudha është bërë në 68. Shtëpitë e mia janë bërë në 56. Kështu që unë rrugën e kisha përpara shtëpisë, nuk e kisha mbrapa shtëpisë. Tash unë dua një dalje, babej 8 vjetë që janë kohëm, kam vajtu te kryetari i bashkisë 3 herë, dhe asnjëherë nuk ma ka marrë për bazë. Nuk më ka thënë asnjëherë jo, por vetëm që s'ka bërë punën. Do ta shikojmë. Dhe e ke shekuar, do ta dalim, unë e kam bërë gati. Ja, portën tek e kam atje, shikoj portën. Është porta e ven. Nuk është halli se unë e bera portën tash. Porta është ka qenë. Një zjarë nuk ka nga futet zjarfikësja. Të na bjeri një e keqe për një fatkeqësi apo për një sëmur, nuk kemi nga dalim. Nuk dim se çfarë të bëjmë. Jemi në hall të madh, nëna e zgjidh një mjet. Unë e kam pasur daljen këtu, jo se kam pasur. Një lloj kemi neve, si unë edhe Brazili kemi një ashtu aty. Kemi kaqe vjetë që nuk përna është gjithë problemet. Që neve presim përgjigje që do në presim. Që në kanë thënë që do punojmë, do bëjmë, do në hapin. Banorët e Zhupanit pohojnë se i kanë kërkuar pushtetit lokal të ndërtoj rrugë anësore përgjatë hekurudhës për të mundësuar komunikimin, por sipas tyre, edhe pse është premtuar zgjedhje, realisht asgjë s'është bërë. Gjithashtu ata janë shprehur se shtëpitë që u është bllokuar rruga janë ndërtuar përpara ndërtimit të linjës hekurudhore dhe kjo linjë ka shkuar atyre pranë dhe jo ata. Kërkojmë sa më shpejt zgjedhjen e premtuar, kanë thënë banorët e Zhupanit, për të shpëtuar jetë.